Mirë se erdhët përsëri tek bota e fshehtë. Sot do të flasim për një ngjarje mjaft çuditshme që ka ndodhur në qiejt e Nurembergut në vitin e largët 1561. Kjo skicë që shihni vlen për një skenar filmi të Hollywoodit dhe do ta sqaroj më poshtë. Kush mendoni se është arsyeja se pse rrëzojnë diçel fluturuese të jashtëtoksorëve? Jashtëtoksorët janë qenie mjaft më të përparuar në raport me ne, dhe duke kaluar hapësirat e pamata të universit me anijet e tyre, ata vinë në dimensionin ton dhe pa pritur pësojnë defekt, apo ju mbaron karburanti dhe rrëzojnë në tokë. Jo, nuk funksionon kështu. Në historinë tonë të shkurtër ne kemi ngjarje rrëzimit të anijeve apo diçeve fluturuese duke filluar nga 7000 vjet më parë, ku indianët e Amerikës pan dy objekte fluturuese godisin njëri tjetrin dhe ranë në tokë. Dhe prej tyre dolën qenie të çuditshme që filluan të merren me riparime duke injoruar indianët vendas. Indianët i përshkruan këto ngjarje duke skalitur shkëmbinj. Ka histori pafund me dëshmitarë që kanë parë rënien det të objekteve fluturuese, duke filluar nga Japonia e duke ushtrir deri në Amerikë. Sipas rusëve, vetëm në territorin e tyre kemi rreth 100 rrëzime në 100 vjetët e fundit. Sot do të flasim për një ngjarje, apo më saktë një konflikt që është zhvilluar në qiejt e Nurembergut në vitin e largët 1561. Ngjarje kjo që shpjegon edhe arsyeën e vërtetë të rrëzimit të objekteve fluturuese gjatë mijëvjeçarëve. Në vitin 1561 nuk ishte gazeta në Gjermani dhe u deshën pothuajse 100 vjet që të arrimte kjo skicë që shihni. E krijoi zotëria me emrin Hans von Kleiser në 14 prill 1561, 10 ditë pas ngjarjes për cilën do të flasim sot. Hansi që një botues i njohur në atë kohë dhe mbajt si burim i besueshëm lajmesh. Nuk që përvoja e tij personale për atë që shkroi në datën 14 prill, por tregime nga dëshmitarë që panë të konflikt në qiell atë ditë, dhe kur them dëshmitar kam parasysh pjesën më të madhe të popullsisë të Nurembergut. Në agim të 14 prillit, midis orës 4 dhe 5, u shfaqën në qiell objekte fluturuese sferike të zeza dhe të kuqe, të shoqëruar nga objekte cilindrike. Të parat qenë formacion luftimi dhe të dytat që në rresht nga 3. Gjithashtu në qiell kishte objekte në formë kryqi. Menjëherë pas shfaqjes në qiell, fillon një konflikt i tmerrshëm që vazhdoi për një orë. Nga objektet cilindrike dilnin objekte sferike. Shumë nga ato binin në tokë të shoqëruar nga zjarr dhe tym. Në fund, në qiell shfaqet një objekt i madh i zi në formë trekëndshi, duke përfunduar si shigjet me drejtim nga perëndimi. Ky objekt që i dukshëm dhe më i madh se të tjerët. Autori në atë kohë përdorte termin pamje dhe jo objekt, dhe këto pamje i quante si shenjë të Zotit, sepse në atë kohë çfarëdo lloj ngjarje që duke në qiell e mërtoi si paralajmërim i Zotit apo dënime nga Zoti. Ja çfarë shkruaj në atë kohë. Këto ngjarje në qiell i di vetëm Zoti, dhe më në fund ka ardhur dënimi ynë i merituar. Meteorit, përmbytje, tërmete, të gjitha këta njerëzit i shikonin si dënime nga Zoti. 95% e popullsisë asaj kohe ka qenë e pashkolluar, dhe njerëzit nuk e kuptonin se pas këtyre ngjarjeve qëndrojnë fenomene natyrore. Si e mërtojnë ngjarjen e Nurembergut shkencëtarë të ndryshëm. Një pjesë e tyre mendojnë se pas asaj ngjarje nuk qëndrojnë jashtëtoksorë dhe objektet e tyre fluturuese, por një fenomen meteorologjik i rrallë i quajtur Sandog apo dielli gënjeshtër. Dhe është pak a shumë kjo që shihni. Megjithatë, kjo pamje nuk shpjegon tekstin e vjetër, i cili thotë se në qiell ndodheshin më shumë se 100 objekte të madhësime të ndryshme, një pjesë të cilave ranë në tokë me zjarr dhe tym pas konfliktit. Disa kërkues të tjerë mendojnë se ka patur një shim meteoritësh që shpjegon rënien në tokë dhe shpërthimin, duke patur parasysh që njerëzit në atë kohë nuk i njihnin meteoritet. Por teksti sqaron qartë se sferat dilnin nga objekte cilindrik, dhe me gjithë përpjekjen kolosale të shkencëtarëve, asnjë nuk gjeti një sqarim shtërrues për objektin gjigant në formë heshte me ngjyrë të zezë dhe ofruan këtë teori. Një vit më parë në periferitë të Nurembergut pati një lagështi të madhe, e cila nga ana e saj solli rritjen galopante të kërpullave halucinogjene, të cilat gjatë një përmbytje u filtruan në ujërat e rënë tokës, të cilin më vonë e pinë qytetarët. Në këtë gjendje halucinante gjykuan luftën në qiell.
Nuk e dia ju bin ky variant i disa shkencëtarëve, por gjykoni vetë me mendje të ftohtë. Personalisht mendoj se këta shkencëtarë kanë punuar në shtet. Në 1566, pothuajse e njëjta ngjarje në qiell, kësaj radhe në bazen të Zvicrës. Njerëzit vënë sfera të ndryshme në qiell që luftonin me njëra tjetrën, ndërkohë që nuk kishin pirë ujë të kontaminuar me krëpulla halucinogjene. Përse shfaqja e tyre duhet të jetë një fenomen i çuditshëm, kur sot ka mëse e vit që në qiejt e New Yorkut dhe New Jersey, Manchesterit në Angli, këto sfera të shëndritshme gëlojnë pa u shqetësuar fare nga njerëzit. Ka mëse 2 javë që këto sfera përshfaqen mbi Danimark, Norvegji, Suedi dhe 2 ditët e fundit edhe në Gjermaninë Veriore dhe pikërisht në Kiel, aty ku gjermanët kanë industrinë e çelikut dhe të nëndecave bërthamore. Para një jave, kryeministrja daneze del në intervistë duke përpjekur të sqarojë se çfarë janë dronët sipas aeroporteve kryesore dhe sidomos në Aalborg dhe Kopenhagen. Në thelb, tha se ne nuk mund të bëjmë asgjë kundër atyre. Mediat vazhdojnë të trumbetojnë se kemi dronë rus dhe këtë narrative përsëritin pa ju dritur qerpiku. Rusët nuk kanë asnjë lidhje me këtë punë. 2 ditë më pas, dalin një konferencë për shtyp shefi i shtabit të ushtrisë daneze së bashku me 3 general. Duke sikur nuk kishin gjak në fytyrë dhe nuk ishin në gjendje që të sqaronin se çfarë qëndronë në qiejt e Danimarkës. Ndërkohë, në anën tjetër të Atlantikut, po presin presidentin Donald Trump që të na sqarojë për dronët, por edhe ky asnjë fjalë. Për sa i përket objektit në formë cigare, nga i cili dalin sfera, sot kemi një video me infra të kuqe të filmuar në Meksik, ku nga një objekt cilindrik dalin objekte si sfera të vogla të shëndritshme. Në qoftë se kujtohet intervista e Lacertës, femrës Draco, thotë se objektet fluturuese në formë cigare janë tona, dhe se raca Draco është në konflikt me raca të tjera. Tek skica kemi një objekt që duket si racë e thyer, e cila nuk ka asnjë kuptim. Por po të shikojmë një foto të realizuar nga sonda ruse Phobos 2, një nga fotot e fundit të kësaj sonde, që më pas humbi çdo kontakt. Ky objekt që shikoni që 20 kilometra i gjatë, me një formë si shkop i thyer. Natyrisht që rusët nuk i treguan kur fotografit, dhe as që kanë për t'i treguar ndonjëherë. Këto foto e kemi fal koloneles Marina Popović, e cila arriti ta nxjerrja e shkufive të Bashkimit Sovjetik të asaj kohe. Po ky objekt i zi si hesht. Këtu kemi rastin e shkëlqyer dritat e Feniksit. Ngjarje ndodhur në 1997, ku i gjithë qyteti pa një zinxhir të tërë me drita të cilat me shumë gjasa mund t'i takonin një objekti të vetëm në fort trekëndshi të madh. Imagjinoni tani që diçka të tillë ta shikonin njerëzit para 500 vjetësh, kur nuk e kishin idenë këtyre objekteve fluturuese. Të gjithë kërkuesit UFO dhe shkencëtarët e tjetër kësaj fushë e shikojnë ngjarjen e Nurembergut si një nga faktet kryesore të vizitave të jashtëtokësorëve në tokë dhe konflikteve midis tyre. Le të imagjinojmë për një moment që mbi kokat tona fluturojë një Sukhoi 57 apo një F-35. Si do ta përshkruani banorët e 1500 në ngjarje me kryqe apo me yje në qiell? Dhe çdo mendonim ne 500 vjet më vonë për ta. Ne të imagjinojmë për një moment dimensionin e 4, që është totalisht jashtë perceptimeve tona të krijuar në dimensionin 3D në cilin jetojmë. Sado që të përpiqemi, ne nuk mund të konceptojmë diçka që qëndron jashtë perceptimeve tona në fushën 3-dimensionale. Por, sikur të gjendeshim për disa minuta në dimensionin e 4, truri ynë me gjithë forcat do të përpiqet të kuptonte format përreth tij. Le të supozojmë se 4D do të duke kështu, pa ndonjë kuptim të veçantë për gjatë një ore. Pastaj, kur të kthehemi në tokë, të përpiqem të hedhim në letër atë që pam te 4D-ja, dhe këtë letër të japim dikujt 500 vjet më vonë. A do të kishte një kuptim për të ajo që do të shite? Besoj se jo. Edhe banorët e Nurembergut pan diçka që i jashtë perceptimeve të tyre ditore. Çfarë na mbetet për të thënë? Luftë jashtëtokësorësh në qiellin e Nurembergut, sepse nuk mund të gjesh një sqarim racional për këtë ngjarje. Mos ndoshta kjo është arsye e rrëzimit të objekteve të pa identifikuar, lufta midis tyre.
Apo mos ndoshta, sot rrëzojmë edhe ne ndonjë. Dhe mos u çudisni, do të flasim për këtë temë një herë tjetër. Në qoftë se kjo që një luftë ndërmjet jashtëtoksore, të paktën ne dimë se kush fitoi. Kur të gjithë objektet e tjera u zhdukën nga qielli, ai që mbeti që shigjeta e madhe e zezë. Si të qoftë, përfundimet po ju alë juve. Vazhdoni të regjistrojeni dhe qëndroni në pritje të videos së radhës. Mirupafshim.